dasmën tonë, sonte është moj nata juve, në shtëpin tonë. Mirë se vini, oj shoqni, në dasmën tonë, do ta kallim, do ta djegim, për vllaun tonë. Sonte kemi filluar ndryshe, jemi këtu në spektaklin tuaj, jemi këtu në sheshin e Fjalës së Mire, këngës së bukur në Odeon. Në realitet, klipin që sapo e ndoqet është kënga më e re e realizuar nga Mihria, Lora dhe unë. Një këngë e bukur, verore, këngë dasmash sigurisht edhe klipi i realizuar nga produksioni Odeon, gjithësisht Dora e Platorit. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, e ne ecim tutje me spektaklin tonë. Jemi këtu në këtë skenografi tër glamur, që është dorë vendore, e që i falenderojmë nga zemra gjithmonë ata që bëjnë të mundur realizimin e këtij spektakli, sponsorët tonë. Jemi në ditë verë, në ditë ngrohta, do të kemi mysafir tepër të veçantë, do të kemi një profesor shumë të nderuar, do të kemi humor e këngë, do të kemi gjëra të bukura që absolutisht vikendin tuaj do të bëjnë mëse të bukur. E ne pa humbur kohë, let ecim tutje. Do të vijnë në vazhdim ato që na sjellin gaz në shtëpi tona, edhe në momentet kur nuk jemi të lumtur, por edhe në çdo moment tjetër. Janë ato artistet e humorit, Dada Hyr dhe Kulja. Mashallah të kuft, so mërë ma ishë qashti. Mirë mroma, i zoja shpise. Mirë mroma, zoja shpise. Në i bre,
Bële, A ke po, a ke buk, a ke mesh, a ke krejti A ki lypo. ato, a ki I kena kave. edhe mos i po që me ato kena krelon me duqa, Amet? Po, kena dhe krelon me duqa. Ta man bo mi duqa biqa. O, qa më bo një vakive? Ha, nona e vakive. Nona Hajde, tha. vakive. Hina u lova, i lidha flek në peshker, kur dal, trak, shkoj struja. Qa mi u boton këtë në flekve? Ha, E ula që aty e prete, dikur në kish pa zonë gjumi, pa orë struja. Po. Qa ashtu me peshker në kry? ha, Ka flejt, kur jem qu në sabah. Qa mu qu? ha. Arush. Ja, ishin renis, luonat. Tak, me përshëndet, mbretëreshën e ty në të re të gjunglës. Po, nuk së në gjungën, po jetojnë a budal. Po nejse, një me qërë vend një jo nuk bo gjungën, po apet unë e kom një farë teorie. Për shambull, ka vendet të zhvilluara, Po, ka vendet që janë në zhvillim, ka vendet që janë të pa zhvilluara, edhe vendi jonë. Unë me atë që zhvillume me. o mire ki, populli jun, e ka marrë të përzën, kur ka tunari par, u dole ka shit lëpen për me shkollu kalin. Qa të një ki, që dhe kali, kë kali jem, hej, halo për mgus për të rashti. Shë. Para me nëti, halo për mgus për të rashti. Qa që më ka bo nervozmi se pa dhëm, halo. Edhe aj të mgus s'pi foli heq, bre, heq si kon foli mo, as që pi foli. 3 dit, masi që nuk i fol qa, e ka more, ka shkrujt një letër, ma ka lonë aty në tavolin. Zemër, që më nesër në ora 7 të mëngjezit, viz burri jëtë. Unë e hezë, që mora letrën heza. Nesërën, po qohët aj në ora 10. Unë hezë, vishë risha që shto. Tërfat, ke pe nervoze. Ta man të doshtë mu që kur e ka po një letër në tavolin. Qu, ora 7 e mëngjezit, viz gruja jote. Po, mirja ki me që nga qa po të thëmë, Ha, që i se lama ti burit tënë, ha. thuj ka thonë kulja, o ti, a je mirë, nuk ka gërat të rasha, ka veç tesha të ngushta. Po dhe. A mëre vesh, edhe në të të mëra dhe pikë. Që? Unë e mërë me menti tek sët, e mora vesh pse unë e po troshna. Tu fërkutoj lo, pëshën shampan të emin shkujke, për ma shumë vëllum. Pej nesër mes komula me shampan të enve, se në të shkrun hez i ndyrat ma të forta. A, ku, për këj e barkin ma shumë me të boj shesht, për Një me adir, nëse dërë me të duk barki ma i shesht, vizat e ja vetit krizën për masën shpin. Hajdin, para zdo muje që pa ta shku të një doktorit. Pa të thonë, ti gjithë që dush me hinë djetë. Thash po, pa që djeta? 300 gram kungullesha, 200 gram karota, 200 gram spanash, edhe lakën sa dush ti. Thash, doktorit shumë mirë, po thash, am du të me qitë zilën rrës qafës, apo mëj me kullotë edhe pata. Pata së mënësh me kullotë, se dhamin eshnat, së mënësh mu laku, dhamin eshnat, gujt, edhe aty s'ka kur gjëmëll me hangë. Pse se ki vetë doktoreshën, mi thonë doktoresh, që po na vamin eshnat, a do me thonë që halojnë atë urita? Ja, a di që po thuti amëll, po amëll.
Problemi është që nuk është që i ha unë e amël, po që unë e amël ha. Qashtu është. Ti edhe jeton amël. Që ata unë e thëmë, ju do satë e tu. Jeta i ka 2 regula. Regulli i parë, kur më së dërza. Regulli i dytë, regullin e parë, kur më se harë. Jemi këtu në sheshin e fjales e mirë e këngës së bukur në Odeonin tuaj, këtu në Radio Televizionin 21. Për çdo javë, ne kemi personazhe nga më të ndryshmit, ata që na sjellin përvojat e tyre. Janë pista fantastike për gjeneratat që po vinë, një ndërtim i suksesshëm. Sonte kemi fatin e mirë e të rrallë që ta kemi një profesor, një doktor, një kaptin me vete, një piramid krijuese, një shtyllë kombëtare. Zonja e zotri, për ju, për ne, për të gjithë, profesor, doktor Gjemil Bytyqi. Profesor, më se erë. Si e profesor? Mirë, kryesisht mirë, nuk banë mua në kohë, edhe se vitet ecin para, po edhe unë mas viteve eci. Edhe pse janë edhe i sigurt. Edhe pse janë pak më shumë se 8 dekada, ato janë numra. Numra janë, po gjithmonë qëllimi është që sa më tepër ta shfrytëzoj jetën njeriu. Absolutisht. Po ajo varet nga një fuqi tjetër, nga një fuqi e jashtëzakonshme, e cila e përcakton edhe atë kur duhet të shkojë në anësim. Po kemi kohë, profesor. Jo, nuk po dyshojnë atë, pajtome atë kur të jetë. Po, qëllimi është të arri deri në 100-et, parë me mundësi të vazhdojmë atij. Po të lutem, tash ka ndryshuar edhe kohrat, edhe shekulli i njeriut, edhe ashtu. Profesor i nderuar, publiku ynë, sepse studentët tuaj që janë me e mira, ju njohin edhe e din kush jeni edhe janë formsu përmes librave tuaja, përmes shkencës që e keni sjell, përmes punës tuaj, por megjithatë shikuesi ynë ka dëshirë ta di se në realitet kush është profesor doktor Gjemil Bytyqi. Profesor doktor Gjemil Bytyqi është një djalosh i ri që ka met i ri tani jetën nga Billusha e Prizrenit, që aty mbaron shkollimin fillor në Prizren, pastaj edhe gjimnazin, e pastaj 2 fakultete në Beograd, magjistron në Zagreb, doktoron në Prishtinë, është shtylla kryesore e një kaptine të veçantë, një segmentin nga më të rëndësishmit në shëndetin njerëzor, në shëndetin ton, urologjisë, edhe është baba i këtij segmenti tek ne, dhe mbi të gjitha është, si të themi, baba i shpirtëror i shkencës për mira e mira student deri më sot. Është edhe letrar, është poet, e dramaturg, është profesori ynë i mirë, profesor doktor Gjemil Bytyqi. Shumë faleminderit që merr dhe sonte këtu, profesor. Faleminderit për komplimentet që më dhat. Unë veç e fola jetën tonë, pa komplimente. Faleminderit. Ato janë gjërat që i keni. Është fakt ajo. Profesor, kur ishe fëmijë në Billush e mendoje mjekësinë që kime studiu? A ishte kjo një dëshire e hershme? Jo, mas e kryta gjimnazin. Të filloj së pari, shkollën jam i lindur me 5 janar 1941 në Billush. Kështu në kohë të mirë, se në Erdit Shqipnisi kam thënë. Po, sigurisht. Shkollën fillore e kryta në fshat. 8 vjeqarën, 2 të tjerët e kryta në Hoqën e qytetit, është një fshat afër, po, vetëm 2 vite. Pastaj u mbyllë se nuk ishte kuadra, nuk ishte mundësi që u mbyllë jo, e pastaj u detyrova të shkoj në Prizren.
të vazhdoj 8 vjeçarën e 2 tjerat, se është quheni matere gjysmatura. Gjysmatura. Po, edhe atë, kryta u regjistrova në gjimnaz. Vazhdova gjimnazin. Kam qenë nxënës solid. Merresha me aktivitete të ndryshme që gjimnazi organizonin. Janë vitet e hershme, vitet 50-60. 54-ën kam shkuar në Prizren. Në Prizren. Po, gjimnazin e kam regjistruar me 1957-ën. Të 8-ën, edhe vazhdova dhe me 1961-ën. Profesor, gjimnazin Shqip, apo? Shqip ka qenë, po gjysën e landve kemi pasë në gjuhën serbokrate atëre. Serbisht. Po, serbisht pa tjetër u duke me mësu. Me mësu. S'kishim kuadrë shqiptare. E rëndësi ka pas mos me hiek dorë. Ashtu, ja, kurse si. Kjo që nuk hoqe dorë, Po. ishte dëshire jotja, po a ishte dhe këshille prindve, familjes, shkollën, pa shkollën? Shqipti, ndoshta dhe meritor për shkollimin tim ka qenë babai im. Babai im i ndjeri ka qenë hoxh, ka qenë po me teologji, mirë po ka qenë me një diapazon jashtëzakonisht të gjarë. Ai e ka kryer në kohën e Turqisë, e ka kryer Rëshdien, gjimnazi i atëhershëm. Rëshdie, po. Kështu që ka qenë tepër i lexueshëm. Ka pas një njohuri të gjerë, edhe vullneti i tij ka qenë atë që të më shkolloj mua. Shkollohesh. Të shkolloj mua në maksimum. Po, mjekësia doli si dëshirë gjatë gjimnazit, e? Gjatë gjimnazit. Kur e kryta gjimnazin, të theksoj edhe këtë, se derisa isha në gjimnaz, atëherë ka ekzistuar edhe shoqata letërare e nxënësve në gjimnaz. Aty në gjimnaz. Kështu që u merrsha me ato shokët e mi, merreshim me shkrimet të poezive fillestare, qysh atëherë me 1958-59 kam filluar të merrem me shkrimet para. Fillove me poezi apo tregime? Jo, me poezi. Me poezi. Me poezi fillova të merrem. Edhe pastaj ka qenë edhe fakultativ, apo vullnetor, ka qenë edhe mësimi i mandolinës në gjimnaz. Edhe e mësova aty? Edhe mësova edhe me mandolin, kështu që luaja me mandolin për mrekulli. A luan tash një herë? Tash e kam harru. A e ke harru? E kam harru, po gjithmonë e kam pas atë si vegël, si shoqëru se çdo kund ku shkosha veç me mandolinë. Mandolinën me vete. Mandolinën me veti. Diplomove në gjimnaz edhe? Edhe diplomova në gjimnaz, atëherë vendosa të shkoja të studioja mjekësi. Ashtu vendosa dikund aty. Do shta kanë qenë edhe iniciative për prindve, por mas tepërmi nga vetvetja. Edhe detyrimisht Kishte pak doktor Kosova atëherë, shumë pak. Rrugë Shqiptar. Po, që të marrë atë drejtim. Për të shkuar atje duhej të sigurohet një ekzistencë, do të thonë një bursë. Një bazë, një farë bursë. Tërë komunët e Kosovës i shëtita për nuk gjeta për krahje, nuk e fshin bursë atje. Ata është po provoj edhe në Prizren. Ta është të kërkoj bursë, ndoshta Prizren të gjejnë dhe i falë mundësie. Shkova në të Ministrinë e Arsimit, atëhershëm, hyra brenda, për një djalosh i thjesht, fshatar, modest, hyra brenda, njeri me një prepotencë, bu drejtua. Tha, urno djalosh, qa ke? Për erdhe të shëqoj, ndoshta ka mundësi një bursë të sigurohet për mundë. Ta, qka do në thëti me studiue? Ta është po mendoj mjekësin me studiue. Më shëqoj me një lloj urrëtie. Tepër vështirë, edhe këta, hajde bre djallë, tha shko atje ruj, tha dhent edhe dhit, tha se ti për mjekësi nuk je, qarë mjekësi e të ti. Ti pe krynë mjekësin. Ashtu i demoralizuam, dola për jashtë. U mërzita, a? Po tepër.
Ato fjalë edhe kështu që gjatë gjithë jetës i kam bajt ato si pesh. I ke mbajt. Pesh, po, edhe ditës i mbaj ato fjalë si pesh. Kujtohen të edhe rand. tani, po. Po, dola, s'ka. Vazhdova, shkuam tash për më regjistruar në fakultet. Së pari me një shok timin, ta përmendi është doktor Martin Daka, shok të ngushtë të gjimnazit e kam pas. Shkuam në Zagreb. E jeton Martini? Martini kishte agjen e tij, Po. Lush Daka në Zagreb. Lush Daka në Zagreb. Çka ishte Lushi, doktor? Lushi doktor ishte dhe internist i njohur. Në atë kohë. Në atë kohë ishte. Viti 60 e? 61. Hales kishra Rankovici bash. Jo, Rankovici, po ka... Ishte i fort, hale. Jo, Rankovici ka qenë atër mirë, po pavarësisht për asaj. Kur shkom në atje, një heri tu, në tregoj drejt, ta shifni për nga unë tha më sprit një diçka, tha se nuk jam gjendjet ju ndihmoj kur gjo, tha vetëm në forcat e juja që mundër një diçka me ba. E pam që s'ka kur gjo, thash Martini, thash atë diçka, rriti këtu, unë po shkoj në Rjek. Në Rjek do të shkoj të shofim... Fakultet mjekësisë atje mos po bëhet. Ata mos ka. Shkoj unë me tren, atje lejën e njoftimit e kisha lënë në Zagreb. Atje, edhe me një librez të nxënësve. Që kishe marrë me vete? Po, kisha marrë me vete, vjen e kontrollon policia, thot, lejën e njoftimit, për tha pja e japonët, po tha kjo nuk është lejën e njoftimit. Në thash në falë se lejën e njoftimit e kanë gjënë në Zagreb, të është vetëm një dokument që ta kam. Po, di shkojmë lëshojë, di shkova në Rjek, pash, ati pritër mirë ato, po tha fatkeqësisht ka kalu, tha djetha është mbyllë konkursi, tha nuk ka kur gjo. Mbrapsht, shkova në Zagreb, e mora shokun dokumentat i tërhoqëm, edhe do të shkojmë tash në Novi Sad, atje për me shiqu, se kishte fakultet të mjekësisë. Zagreb Subon, Rjek Subon, shkojmë Novi Sad. Novi Sad. Kur shkojmë në gjysmë natës në Novi Sad, atje futemi në dom të studentave, në recepcion, në pranu, në të mendu se jemi studentane, dhe 10 ditë aty buk e domate kemi hangër se nuk ishim as të hollë të mjaftueshme. Sa për buk e domate po? Po, qaso. Edhe mësuam 10 ditë e natë ashtu të mësuam, dhe dolëm në provim, mi po niveli nuk e kishim në të gjuhës. Të gjuhës, po. Kështu që rezultatet kur i thanë, nuk kishim kalu kur gjo. E shkojmë dhe thanë Beograd. Tash po ktheheni ju ka sendra. Po, në Beograd, sepse atër ishte shty afati për shkak të konferencës të pa inkuadruarve me 61-ën që u mbajt atër në Beograd, edhe afati ishte shtyr. Edhe atë ditën e fundit edhe në arritëm në Beograd, 1200 kandidatë ishin lajmëruar. Për sa vende? Për 240 vende. Nuk ka shans aty që të kalosh të aty. Mi për kam qenë gjithmonë i përbirum, dhe gjithmonë në shqyqojshë mundësi tjera edhe afromë në shalter të fakultetit të stomatologjisë në të njëjtë ndërtes. Kur për shof aty për bisedorin se numri studentave nuk është plotësuar, edhe mundë mu regjistrua pa provim pranus. Po. Edhe i tërhoqëm dokumentat prej mjekësis, e kalum njerit i dorëzum në me Martinin bashkë. Po, me Martinin bashkë, i dorëzum në stomatologi. Profesor Martini jeton, është? Po, jeton. Ta dorë trokasim e ta përfëndet. Ka së mundë një prej të dhe për qatë. Edhe vitin e parë, bashkarisht me Martinin edhe me një dhomë, kemi dejtë, të shok më të ngushtë e kam pas. Edhe... U registrut aty? U registrut në vitin e parë. Edhe aty me dëgjova unë se kur të registrosh në stomatologi, në qovë se donë me kaluar në mjekësi, duhet me dhanë një provim plotësus për me kaluar në mjekësi. Mjekësi përgjithshme. Po,
Edhe pastaj kjo në gjatë verës, vitin e parë në stomatologji në qershor e likvidova. Shokët parë në para asaj kohë më thonin, qa ke ardhë më rëti këtu, po ti lidhje s'ki me gjuhën. Thasha, po nuk kam ardhur në këtu gjuhën me mësuar. Mjekësin? Për mjekësi kam ardhur, jo për gjuhë. E kështu që gjithmonë me vullnet edhe me punë të kam arrit vitin e parë në qershor me likvidoj edhe gjatë verës duheshte për me mësu për provim plotësues për me kalu në mjekësi. Edhe punojsha me një fabrikë. Qa punojsha, profesor? Pastrus. A pastrus? Pastrus e bajsha për eksistencë. Puno ditën edhe natën nëse mëso, erë koha për provim plotësues. U lajmëru në shtator, dikund hymë në të për mu marrë vesha. Dhe në një 6 vetë u lajmëru, në qorë gishtin të sot, të profesorit do të, edhe mu dha dhe unë e qova gishtin. Shtatë filloj profesoresha Bojaniçka të amoj emnin ende në vend për kimi, ka qenë të mërshme, po kërkon të dije, po kisha mësua. Të gjithë të tretë fundit mbetën, nuk dinin ato çka kërkonte. Atë, urnoni ju koleg, vazhdoni e pyetjen, ja toja pyetjen, aty mirë, në rregull, shumë bukur. Pyetjen tjetër ja vend të aty, pra përsëri nuk urno të vazhdo të ja thosha pyetjen edhe në fund edhe ato dy mbeta unë i vetëm aty. Dikur tha, ajde të më tregosh tash për aminoacidet. Është një dek mjaft e rëndë, aty po kisha mësuar. Goxha shumë. Po, të tepër. Dhe vazhdojnë atë, mirë. Edhe në fund tha, koleg, ju këni kalua. U befasova dhe une. Dole jashtë, ato pritnin për jashtë, studentat të tjerë, ta qka u bo me ty, ta shumë në kalova. Qështë ju tha, Shqip, ja Polozhjo, ha? Po ja Polozhjo, Pa profesor, kalove në mjekësi, po ke vazhdu mi dhonë provimet edhe mjekësi, edhe stomatologji. Jo, kalova në stomatologji, në mjekësi tash vitin e parë edhe vitin e dytë. Stomatologji? Jo. A, në vitin e dytë mjekësi? Mjekësi, edhe në vitin e tretë në mjekësi. Në vitin e tretë, ka drejta fillova pak më u lazërohe. Edhe nuk mësova mjaftë. Qa po dy orë në tash, në qershor dole, nuk e dhash asë një provim. Pastaj u ktheva në shtator në Beograd, dole në provime. 3 provime kushti ishte për me kalu me likviduar. Po, për me kalu. Edhe për fat të 3 provimet i likvidova vitin. Kër e likvidova vitin, atëherë prapë më lindi ideja, e tash përsëri do të kthejmë në vitin e dytë edhe në stomatologji u regjistrova. Të vazhdoje. Qëllimi ishte, se kisha ndigjuar edhe atëherë për me specializue kirurgjinë estetike maksilofaciale, që ishte kusht të kesh të 2 fakultetet, edhe stomatologjin edhe mjekësin. Dhe më thonë, jo vetëm maksilofacialen, po tër organizmin. Po edhe sot me kërkua atë dek është tepër e randë, jo mo në atë ko kur unë kisha ato idete minja. Edhe vazhdova pastaj vitet edhe të tje. Diplomove? Po. Po deri të diplomimi ka qenë edhe pjesë e ati grupit letrar, për pjekja? Ashtu. Në Beograd ekzistonte atëre një grupi letrar për pjekja, që ishte kriju me 1953-ën. Ka qenë Agim Gjakova iniciator, i cili e ka themelue atë shoqatë.
E pastaj kur erdha, kur u antarsova unë edhe me shokë të tjerë, atë shoqat e shëndruam në shoqat letraro muzikore me qëllim që pak a shumë me kamuflu, atë që mos jetë vetëm letrare se mbikëqyrja është më e madhe. Po, më e madhe. Sa po bojnë internacionalistat. Po, sigurisht. Edhe lexoja edhe poezi. Shkruaja poezi edhe lexoja poezi në atë mbledhje. Prandaj kam marrë edhe këtë fletore që prej viteve 58 ekziston kjo fletore. 58. Prandaj këtu është edhe ajo poezi që e kam lexuar për shembull në tubim letrar që shkru me datën me një shkurt 1965. Dhe ta lexoj. Unë e 2 vjeçar, jo? Po shtar. Dhe ta lexoj këtë se është kurrë. Po kjo ishte koha kur Adem Demaçi ra në burg për shkaqe patriotike. Po ne si të ri, atër vlon të gjaku të ne, pa më farësisht për atë e ndjeshim nëse du diçka me bo diçka. Për shqiptarin. Po, atër e shkruju në këtë poezi dhe e lexoj. Tingujt. Në horizont ka herë dëgjohen rënd, tingujt e një jehone të o gërrye, pëlhurën e shpresave në një kënd, se gjurmët e jetës e kanë shkye. Si puhia tingujt valviten, me përgdhelje bashkon si ret, me ndezë fatin nuk arritën, u fundosën si barka në det. Me ndezë fatin nuk arritën, u fundosën si barka në det. I det. Tona, për bashkim, për liri, për bashkim me Shqipni. Çdo kush kur tenton të diçka një herët, kur e lexova dhe këtë, i thash u ktheva vetit, edhe i thash më ç'a bone më rëta se jo pak, po shumë të prova, se kur ta analizon pak tepër e rëndë, po fati është që nuk i ranë fije, edhe shpëtova lehtë. E kjo ishte. Isha edhe antar i shoqatës muzikore, luaje me mandolin. Në orkestrën e shoqatës muzikore për pjekja, unë me mandolin. Me mandolin. Regullisht. Me këndoje, profesor? Jo. Jo, s'kam pas prirje për këndim. Hiske pasa? Ja, për këndim, jo. Mandolinës, çdo këngë e përcjellse me mandolin, por asnjë fjalë, asnjë këngë s'mundja me kënduar, jo. I kishit shpesh ato mbrëmje letrare, muzikore? Kishim njerë në muj, njerë në 20 ditë më varsh. Njerë në muj, njerë në 20 ditë? Po, organizonin, po. Atër... Kush ishin aty studentët nga Kosova? Studentët pasë nga Kosova. Të lamive të ndryshme, mjekësi? Po, lamive të ndryshme, po ka qenë shoqat shumë dashamirë se mirë, po ka qenë e frikshme se... E përcjellme, non stop. Dhe ato i përcjellshin. Prej udhme. Po, çdo herë, se mund njërë të pikoshin edhe njëherit mund të humbasësh. Njëherë ta qëtëshin piken ose vinë, po, i fshive duar. Po, herën e dytë, pastaj veç fshishin. A kur diplomove, atëherë ka qenë 5 vjetë studime edhe 1 vit praktika profesionale? Jo, 5 vjetë vetëm ka qenë. A veç 5 vjetë? Vetëm 5 vjetë. E tash, diplomova me në qershor të vitit 1961, edhe... 68, edhe u ktheva në Prizren. Para se të shkoj në shtëpi, ndjesha si të nevojshme të shkoj të faleminderoj Recep Nojanin, ka qenë në komunën e Prizrenit një njeri i cili është kujdes për stepërmi për dërgimin e bursave, kur nuk mi ka
vanu. Nuk ta ka vënë kursën. Nuk vante. Shkojë në ta përshëndes e hasi Basen Recep aty. Hymë renda edhe rastësisht, nuk e di se si ka qenë ajo, si? Aty ishte një personi që më ka thonë mu, Shko rruj delet. shko rruj dhente dhe dhita tje dhe ti nuk je për mjekësi. Edhe Basen Recep tash u gëzuëm për qafi edhe ju drejtua ati. Shife, çfarë studenta na kemi? 2 fakultete i ka krye. Për me njëre. Po, ti drejtohet. Ajo uli kryt, a më ka njoft ajo nuk e di. Veç unë me mas e thash, ju drejtova ti, po marrë Basen Recep, po ky njeri që është ta që i drejtohesh ti, e thash, mu në fillim, kur kam kërkua bursë, më ka thonë, shko rruj dhente dhe dhise në vjeti për fakultet. E më njerëva me 2. Kur 68-ën. 68. Akoma numëri vogël i doktorëve shqiptarë në Kosovë. Fitore e madhe për Prizrenin, për Po familjen. tepër. Pastaj u ktheva unë në Prizren, adin I qëndrove besnik venit, u ktheve. Po, në Prizren një herit, se bursën e kisha pe komunës. Edhe në Prizren një herit, edhe pastaj me 69-ën, shkova 68-ën në shtator, shkova ushtar, me 69-ën që në shtator u ktheva. Edhe fillova punën për sëri. Pas një kohë, pas një muj, 2 mujtë, më thiri doktor Daut Mustafa, ka qenë ai dojeni mjekësisë. Baba i mjekësisë. Baba ynë. Tepër ka qenë punëtor. Profesor, atë ja japim një duar trokitje profesorit ma Daut Mustafa. Faktikisht, disa veti të tia i kam edhe unë, edhe sot e mbaj, sepse ka pas disiplinën e punës. Disiplinën e punës. Po, prandaj kam marrur edhe për i ti për stepër. Edhe që është interesant se ka pas një besim të jashtëzakonshëm ndaj meje. Kështu që mbas një mujdite më thret mu, thot, atë çka, thot, ti duhesh me shku në repartin infektiv, thot se doktori Gjelal Gjibo do të shkon në specializim, e s'kemi ken me quë në repart. Reparti infektivës në Prizren ekzistante? Po, ekzistante, por veç mas për qendrës spitalore, për spitali vjetër kur ka qenë atjerë, në ato kushtet të mjaftë të randa. Edhe tash, i thamë, nuk ka kurfa problemi, por vetëm se duhet të dini, doktor Daut, tatë se unë jam mjekiri, jam pa përvoj, nuk kam në një përboj në sende për punë në repartash me pacientat, është te përbarë e rëndë. Ta s'ka kurfa problemi ne në ke për mbrapa. Ta une jam, është Reshati, pediatër, është këj tjetëri të këtë për mëngje, ta s'ka problem, ta kur të ke nevoj, ne në ke për mbrapa. Mirë, ta shkajt në regull, pillova, kur atë ditën e fundit do të shkon Gjelali, do të shkon në specializim. Unë aty 1 ditë, 2 ditë për para, e banë atë funksionin lumbal, se u duke pa tjetër me mësua për atë. Funksionin lumbal? Lumbal, po. Funksionin këtu të shtylla korizore? Po. Të me dulla spinale, me dëpërtu. Fillon atë një fëmi, 1 herë, 2 herë, 3 herë, fillon me gjakos, fillon aty, edhe hekë gjëdorë, s'munda me bë, nuk e pash, nuk disha se si me bë. Qka me bë, nesër mas nesër, a i shkoj, qka me bë, kush ma mëson, mo. E tash librat e anatomisë, sa dhe të mlodha kret, e tash me studiu me bëdhe, se si bëdhe, edhe ty lezu, qka me bëdhe, si me bëdhe, tek me bëdhin, e përvetsova me tërë, edhe nesër mas nesër, pasta e fillova dalga tërë, edhe e mësova funksionin lumbal, pasta e regullisht e bëja funksionin. Edhe aty është shumë interesant, du të përmendi këte, sepse edhe jo më kam betat si një lloj kujtimi që është atëhere.
u lajmërua me vitet e 70-ta, u lajmërua epidemia e morbileve, frutit, po. Edhe në repart kisha atër deri në 120 pacienta kam pas në atë repart. Që ditë e natë aty rrishe, pa tjetër, se s'ka kush mu kujdes, pa tjetër për pacienta. E tash, në një moment, vjen një prindet me një fëmi, 8 mujorsh. A 8 muajsh? Po, 8 muajsh ishte, edhe vjen ajo po me apnej, do më thonë në agoni, edhe për shumë pak ko vetë shkonte. S'kam pas kur gjo tjetër, vetëm e kom shtëri fëmi unë poshtë, edhe përmbys frimarje artificiale goj më goj të fëmiju, edhe masazh të zemrës, se s'kisha kose dhe me dhonë terapinë dhe sa ta binë oksigenin, fëmiju shkon. Edhe bësha masazhën, frimarje artificiale, dhe sa mi prunë ato oksigenin e barnë, e kreta aty e dharnë ato, edhe u fjallë fëmiju. Këtër, u shërua, më së zgjasim as tjere. Ja, e zgjasim se e ke taku mas 8 vjetëve. Mas 8 viteve, kër e kryta specializimin, baba e ati fëmijut vjen tek unë për me kërkua një vizit urologjike për babën e ti. Shkoju, shkova në shtëpinë e ti, si hy mrenda, a fëmiju lunte në obor. Edhe si hy në mëdë, edhe më ta, doktor ta, a pe njefta këtë fëmi? Thosh, jo, ku me njoftu në këtë? Ta, ta në qovë se ju kujtohet, ta ky fëmi është ai fëmi që ti ja ke këthyje jetën. E shpëtove, thot, edhe thot, po ky është fëmi, i fillun veç lotët. Aty është një gjendje tronditse, që njeri ju e ndjena të një loj gëzimi, se dhe më thënë një jetë e shpëtove në qastë. Edhe një rast tjetër, aty ishte edhe një paciente me hepatit, dhe më thonë me verzën infektive. Sarillak. Po, me sarillak që i thojnë, po, me gjendje të rondë mjaftë, po ishte 7 zone dhe ditët e fundit për lindje. Edhe në moment vjen të akti i lindjes, qka me bo, s'ki vetur, s'ki kerë, s'ki me qunë ginekologji. Ku me që dhe në ginekologji se s'kishte afat, du të njerit me nërmarve vetë, edhe me bo, me krye lindjen. E linda aty për mrekulli, ja prejva kërtizër, me se të prapë për sëri e mështulla me qa shafa kajtë aty, edhe me vetur, një thira vetur, e qova pastaj në pediatrije tjetis që duhet për me vazhduhe. E nesit baba i ti erdë, u faleminderuhe, se kështë krye të lindjen të gruje të me sukses, edhe kështë e bleni stilograf për dhurat, stilograf, ende e ruja të si. Ende e ruja? Ende e ruja, stilograf. Edhe më thot me një kërkes, thot kam edhe një kërkes, thot vurno të ndëgjojmë, a mundëm të përdori tja vejt djallit emnin tëndë, thash në qovë se të pëlqenë emni, e me shëndet e bajt, edhe emnin ja kanë gjitë, emnin tim Gjemil. Bili tash vonë, kanë kontaktu dikush për shokve, për miqve, me atë Gjemilin që kom lindë une. Janë kontaktu, kanë vu kontakt me juve. E profesor. E tash, masi u kryu kjo në infektive, kalova në ambulant të qytetit me punue. E tash, punë ka qenë punë të për e randë, shkonim në punë për shemull për fshatar për shdo javë në kam, ose me kali, ose dhe shka që ashtu po. Që u thua dhe me kali, profesor? Edhe me kali, për si jo. Edhe me 14 mars 1972, isha në ambulans duke punuar, edhe kisha shku në vizit shtëpijake dikunt, ora kalonte në
14-30 minuta që kryej puna. Kur u ktheva, mu drejtua një parciels Haxhiu nga Rahoveci, një fshatave zejstash, cili ishte. Të doktor thotë I kemi një 2 raste, thotë ndoshta nuk pritonim, ndoshta nuk jenë vështirë, thotë ju lusat ti shiqoni. Me I kontrollu. Kushte me I kontrollu, po se jo, thash aty, ajo është detyrë të patjetër, thash pacienti s'mund të lihet. Se në korridor aty kam shiqu, ishin aty në gjendje të rëndë, një femën edhe një mashkull. Kishin kaplu pustullat në për fytyrë, në pjesën e kokës të qimet edhe në për trup kret, çka është edhe fryma atyre në gojë time, nuk e di se çka është, çka po ndodh, s'kisha pa ashtu, diçka. Duke menduar, Fluska. Po, unë I preksha ato me dorë, me këtë. Kur në moment më kujtohet një fotografi në librin e profesor Todorovićit, infektolog, ka qenë në Beograd, I cili në atë libër e ka një foto të variola verës. Variola verës. Po, si vitet. Lijes. Edhe në moment më kujtohet mua ajo foto atin, edhe them, kjo mund të jetë atin. Po nuk guxojsha se mjek I praksës përgjithshme s'mund është me ta thuash që jo është variola vera pa diagnostikim. Edhe tash dërgoju në reportin infektiv edhe udhëzimin ja jap rubeola me qëllim, sepse rubeola është në grupin e njëjtë të smurjeve infektive të ekzematoze, sikur lia. Prandaj është në atë grup, atë që njerëzit ti alarmon se është diçka shkon e pacient atje. Doktor Zenel Kabashi ishte kujdestar, e ka pranuar atë. Profesorin e ka pranu? E ka pranu atë. Pastaj në ndërkohë vjen Gjelali, doktor Gjelali, pastaj I Durmish Celina vin në report aty, kur shohin atë pacientën aty, atëherë veç lind ideja thotë kjo veç është aty në report aty në infektive që aty ku ka qenë në Prizren prej 9 marsit ka ekzistuar një pacient me li. Nuk kanë qenë ato sigur se çka po ndodh me te, kush është, çka është, si është situata. Në ato në moment në urgjencë kërkojnë nga Beogradi me helikopter të vinë të marrin mostrat, gjakut edhe të aty në pustullave për verifikim. Për mbajnë me verifikue. Po, vinë ato urgjent prej Beogradit, I marrin mostrat edhe në ora 9 në mramje, verifikohet se është lija, është variola vera, ku është përthej atë një epidemi. Epidemi e kohës, atër 72. Ju futën në karantin, juve? Që kështë Unë nesër një herit u futa në karantin. 18 dit aty. Po fati ishte që unë kam qenë I vakcinuar si fëmi. I vakcinuar? Po, vakcinuar. Edhe u vakcinuasha vetën e vakcinuasha me atë revolin, marrë me bishpende, me gjëra të ndryshme, vakcinuar, po nuk u kap ke vaksina sepse kishe imunitet. Po edhe kaloj e dekret. 18 dit, pas 18 dit e dola presi, me 73-ën, në majtë 73-ës kalova në Prishtinë në klinikën kirurgjike në repartin e urologjisë dhe vazhdova. Po ishe specializuar tash, urolog? Jo. Akoma jo, a? Jo, si mjek I praksës përgjithshme. I praksës përgjithshme? Po, ende ati për specializimin e mora atëre. Edhe? Edhe pastaj shkove në Beograd, 2 vjet jo në Beograd, po në Zagreb. 2 vjet në Zagreb? Po, 2 vjet pastaj me 75-ën, me 75-ën, 2 vjet dhe me 77-ën. Po dhe magistraturën e ke mbaru në Beograd, në Zagreb? Po, dhe magistraturën e kam marrë. Po në përgatita atërë, që atërë fillova dhe në rezultatet për doktorat, për me mbledh. Për me mbledh dhe kështu
ka qenë ajo një kohë shumë atyr. Tash profesor, ke fillu me dhënë mësim, fakultetin e mjekësisë, si asistent me magjistratur? Jo, atëherë si kemi qenë si asistenta të autorizum. Të autorizum si asistenta, po me 86 doktorova. E kryta doktoraturën. Për doktoraturë kam punuar plot 7 vite. 7 vite? 7 vite kam punuar. Rezultatet të hatashme kanë qenë. Cilat kanë qenë, profesor? Lamia që... Lamia ka qenë... Me qujt, e ke godit, apo e ke përbledh, apo e ke studiu, Po. Lamia ka qenë nefrolitiaza, në më thonë prezenca e gurve në regionin e Kosovës. Me në aspektin epidemiologjik dhe klinik. Kjo ka qenë tema ime. Dhe analizat e gurve i kam bërë në Institutin Ruđer Bošković në Zagreb. Po, ka dalë ato rezultatet shumë interesante atëre, të cilat në atë kohë u përpullshin me rezultatet se bëshim analizën e kemi bërë të bërthamës gurit dhe mbështjellësit të gurit. Në më tonë, po në dy aspekte, edhe bërthoma edhe mbështjellësi karakteristikat. E kështu që gurët tonë në atë kohë të regionit janë përputh me gurët e pacientëve në Tajland edhe të Turqisë, sepse supozohet me amonium urat, është një substanca të amonium urat, që standardi i populatës sonë ka qenë shumë i ullt, në më thonë albumine nuk kanë marrë të mjaftueshme, prandaj thelbi i gurve është formuar për shkak të amonium uratit. E pastaj janë bashkangjitur ato oksalatet të tjera. Kështu që ka qenë një temë jashtëzakonisht interesante, edhe me këto rezultate kemi shku, kam qenë edhe në Kanadë në kongresin urologjik për nefrolitias në Vancouver. Në Kanadë. Du të përmendi këtë që prej 81-shës është një periudhë tjetër. Se është një periudhë tjetër, profesor? Po shefe, deri në kohën 1981-shës, ka qenë kushtet paka shumë më toleruse, më të përshtatshme, po kur shpërthyen demonstratat atëre të 81-shës, atëre ndryshoi situata mes kuadrit shqiptar edhe kuadrit tjetër serb. Kështu që gjithmonë kemi pas... Filloj presioni madh. E keni ndija atë presion, profesor? Po si, jo, mirë po ka qenë nevojshme gjithmonë me qenë paka shumë i kujdesshëm, edhe du të përmendi këtë edhe me siguri du të jetë edhe ashtu, se ne në atë kohë, veç mas ka veçori të ndryshme, se në atë kohë kemi punuar me 2 zemra. Me 2 zemra? Me 2 zemra. Zemra e jashtme edhe zemra e mrenshme. Zemrën e mrenshme s'ke guxua kujt mja tregua përveç një shokut ma të afër tandit se qa mendon realitetin. Kurse zemra e jashtme është universale, dhe më thonë njeri jashtëzakonisht i përshtatshëm për atë, mirë po gjithmonë në vetvete ke mbajt atë iden e advetarizmit, po që s'ke mujt haptas me shprej. Profesor, një pjesë e madhe i jetës, thjesht e shumë herën mes jetës edhe vdekjes. Njeriu mësohet me këtë gjë? Mësohet me këtë përgjithësi? Po shipe, mësohet. Shipe, është shumë interesant, është kjo, bile tek unë, unë së mundën me pa një kafsh duke therë për para me sytemi, ose në i qingjë, ose diçka, ose në i pull
po, kam prej aty, po, aty, mirë po, aty s'mundëm me po, një herë të largohem. Ndërsa të njeriu, me orë të tëra, me skalpel në dorë, me bistur në dorë, me operuë, kur fa ndjenje, se ndjenjen e vërtet e ke atë që duhet me ndihmu atë. Me shëru atë. Jo për me damtua, po për me shëru. Po, jo ku qka bona. Po dhe qka bona. Po ndoshta bile befasohem edhe me vetë vete, them, po si kam qenë, si kam mujt me qenë asisoj, në më të bile edhe shumë herë, them, a është e mundën që krejt ato intervenime i ke borti, po a ke qenë normal. A ke shumë intervenime, profesor? Te intervenime, nuk e di operacione, po... Ju keni bon shumë operacione, një numër konsiderueshëm të madh. Po keni bon dhe operacion, ta quajmë kështu nga më të vështirat në Ballkan, a? Ashtu. A ka ndonjë pacient që se ke harru kur, që... Po, shumë ka pacienta, për shembull që si kam harruar. Edhe dhe të këthejmë tash të... Po si operacion të vështirë? Të vështirë. E keni një të veçantë që është folë shumë është? Po të veçantë ato që kam, është intervenimi i cistoprostatektomisë radikale. Në më thonë heqja e fshikësës urinare për shkak të karcinomës së fshikësës urinare. Ajo duhet të bëhet, dhe më thënë, në stadin e përshtatshëm, dhe më thënë, T1, T2, jo më tepër, se në qofë se te i kalon në 300 nuk ka efekti, mund është me bëhet, po nuk ka efekt. Nuk ka efekt. Po në qofë se T1, T2, në T2, në qofë se gjindet pacienti, shërimi është i sigurt. E tash po këthejmë të aj pacient, për shemë. Në vitet e 90-ta ende ishim në klinik, pa në largue. Pak pa në qitë, tash do të vime aty. Pa në largue, shkollën Zagreb. Unë në një simpozium urologjik ishte. Kishte ardhur një profesor nga Gjermania dhe prezentonte një metodë më të re të intervenimit të cistoprostatektomisë, heqjes së fshikësës urinare dhe prostatës, po edhe krijimin e fshikësës ileale, dhe më të prej zorëve të holla. Unë në sala, dhe ne u prezentonte përmes televizionit me video volla qasja intervenimit. Unë kisha fletorën pranë veti edhe lapsin aty, shifsha video, dhe më thonë në televizor shifsha tretmani se si bëhet, e në këta në tjetër shenojsha se si bëhet e tek bëhet edhe në shkallë. Kur u kryu operacioni, pastaj në mramje, shkova prapërsëri në shtëpi, edhe e kyqa një herit prapërsëri në mendje, që në një pjesë më se kam harru, që s'kam mujt me si po mu kujtoj ke gjarja. Edhe shenova gjitha ato tesh, edhe u ktheva në Prishtinë. Pas një kohë, gjetën një pacient ishte, edhe i thash drejtori ishte Bora Moracici, atër në atë kohë ka qenë shumë i përshtatshëm, edhe profesioniste, edhe dhe me ka pas një respekt edhe një besim. I the po e bëj. Po, i thëmë për para se duhet me marrë leje, jo të futësh gjatësysh. I thëmë, ma diçka kam një idetët që do të bëj një intervenim për herë të parë këtu të ne. Ky lloj operacioni, ta theksoj edhe këte, për herë të parë në Gjermani është realizuar me 1988. Veç 2 vjetë ma herët. Po, 2 vjetë ma herët. Unë e kam realizuar, dhe më thëmë me 1990, në qershor të 1990-ës. Po, e nëse marrë lirë, për atë tha, punoje, lirisht. Tash do të punoj, do të theksoj edhe këte, se shok të ngusht, e kam pas edhe të ndjerin profesor Gazmen Shaqirin. Se e dorë të pasën profesor. Edhe
ai ka pas besim tek unë për shtepërmi, edhe gjithmonë kemi qenë në avantgard, gjithmonë gjëra të rënda, gjëra të vështira me i punu. Kam unë një qëndrim timin, them, edhe në qoftë se je i fort, edhe në qoftë se veten e ndjen të sigurt, prap përsëri duhet ta kesh edhe një krah edhe më të fortë se tëndin. Prandaj e kam pas unë edhe profesor Gazmendin krahun e djathtë timin, i cili më ka ndihmuar, sepse nuk e din ti në çfarë momenti mundesh me dështu ti. Po. E dikush tjetër duhet me vazhdoe. Asiston vazhdon. Ashtu. Prandaj me profesor Gazmendin kemi punuar pastaj për mi. E kryjmë këtë operacion, na përcjellshin ato të Beogradit që vishin për çdo javë, edhe kur kanë parë në sallë se çka punohet aty, në mramje Gazmendi ishte drejtori i klinikës e kirurgjisë, e kanë thirrë Gazmendin, thot ne s'kemi besuar që në Prishtinë mund të bëhen këto lloje të operacioneve, ta theksoj këtë. Se ne kemi realizuar këtë lloj operacioni para Beogradit, para Zagrebit, para Ljubljanës në Prishtinë. Në Sofje, si mas të dhonave në literaturë që e kam qetë, kanë filluar të bëjnë ato, të realizojnë me 1992-ën, në 90-ën e kemi bë. Ky pacient, po ta theksoj, se gjatë gjithë kohës shërimi i tretmani i këtij post-operativ shkon deri në 1 muaj ditë. Nuk kam lejuar kush tjetër të afrohet pranë pacientit përveç unë që kam po, edhe kam pastëruar çdo gjë kam po, s'kam pas, nuk kam lejuar dikush tjetër të ndërhyjnë ato. Për fat aty, i njëjti pacient ka jetuar 25 vite pa kurfar komplikimi. Pas asaj. Po, edhe kështu që ai ka qenë kontinent. Këtu do të theksoj se përparësia këtij lloji të operacionit është që nuk e bën strajcën qesën në regionin e barkut, që për çdo 2-3 orë duhet me ndrruhet, është mutilante, është shumë e keqe, është tepër. Po në qoftë se zen në T1-T2, karcinomën, bëne këtë lloj operacion normale. Edhe kemi edhe videofilmin, për shembull, i cili tregon se si bëhet tretmani i këtij operacioni, e pastaj vrehet edhe kontinenca, se kontrollon urinën ashtu me vetdije. Lëshoje ujin e lëshon, ndale ndërpreje e ndërpren. Në moment e ndërpren ujin, lëshoje ujin e lëshon, ndërpreje e ndërpren. Kështu që është efekti pozitiv i këtij lloji operacioni. Profesor, në vitin 1990 të larguan pastaj. Po. Ishte e vështirë? Tepër vështirë ishte, sepse ne nuk pranonim nga pacientët. Fillimisht edhe nga studentët. Po, edhe nga studentët, po aq më tepër edhe për pacientëve. Nuk e harroj atë datë, po atë ditë kur ma dhanë atë vendimin për mu largue, ishte një profesor nga Novi Sadi që e njifsha shumë mirë unë. Edhe ai më njifte mua, edhe kërkoj me pi kafe me mu. Tash, faleminderit, tha, a mundemi të pim kafe dikun të ulemi? Tash, faleminderit, po nuk jam në gjendje unë të t'i jap kafe ty. Tash, sepse nuk keni ardhur ju me qëllim të mirë këtu, po keni ardhur me qëllime të këqija, prandaj nuk pim kafe bashkë. Këte e ka mbajt ai ndërmend, e pas 10 viteve ma ka thonë këte e. A po, po, e takove pas 10 viteve? Pas 10 viteve, po në ohër, në struk, kur jemi... Në simpozium, a? Simpozium ma ka thonë. Ta kur se arroja të fjallë që mi ke thonë, ta po ke pas të drejtë. Ta po kam qenë, ta i detyrum të me ardhë për me veprua asisoj.
Thashë nuk e di edhe. A tjetri i Beogradit për të bashkëzim ty, tha, si ke kaluar gjatë luftës, edhe ka qenë njëri i mirë. Thash po, shife, mundesh me marrë me mend, thot, thamë se si e ndjenë vetën kur automatin ta drejton në gjoks, si mundesh mund me Si kam kalu gjatë luftës. Po. A nuk i tregove që gjatë luftës ke shëru ushtar, pushtetar lirisë? Shefe, është tepër interesant. E pas 90-tave, pastaj shkova unë në Prizren e hapa klinikën time private, Uropris që shote, deri në kohën e luftës, edhe pas luftës ka vazhdua, jo. Njerëz të varfër dhe fëmijët kam dëgjuar që janë shëru gratis. Ashtu. Arsimi, atëherë ka qenë probleme me arsimin. Arsimi s'ka pas kur qop, mirë po ato i kanë bajt detyrën e vete kanë krye, kanë shku pa pare, pa kur gjo kanë shkoj, kanë majt arsimin në Kosovë. Profesorët apo mësusët në arsim që kanë qenë edhe familjarët e tyre, te une asë njeni nuk ka paguar. Gratis e kanë pas. Po vetë vijen ligjerata në ushtrime? Po, vini në prezident të une nuk kanë ardhë, po une vija këtu për ligjerata në Prishtinë, po në përpodrume të ndryshe u dridhshin studentët, u dridhshim edhe ne të u ligjeruë, për shembull, unë kam qenë një ushtar i heshtur pa armë. Ma morë këtë pyetje, kam pas pyetje të radhës. Shprehja, jam ushtar i heshtur pa armë. Pa armë, po. E kam shkruar. Shprehje poetike, shkruar në libër. Po, e kam shkruar një poezi për këtë edhin. Ushtar i heshtur pa armë. E tash të këthejem këtu. Maj ka qenë ose prilli, nuk e majnë men këtu. 98. 98-ën. Kur shpërthejet fronti në Vërmic, duke bartur armatim, ushtar të UÇK-s edhe këtu kalu këtë në hasin në ushtërinë serbe atë, edhe ke fillon luftimet. Edhe tash mos ta zgjasë se ka që një djalë nga Shkosa, afër Vërmicës është një djalë i zhvilluar, i madh, tepër i madh, ushtar ka qenë duke barë armatim, edhe një projektil, një copë, një projektili, i depërton nga pjesa lumbale këtu, edhe i vendosët në pjesën iliakale, në poshën në komblikt. Në anën tjetër, krejt. Edhe nesër ka ora 8, 9, ashtu më thret me telefon njeni vllau i atit lënduarit. Thot profesor, thot vllau im ka tha dhimbje të veshkave, sa se duket gurin e ka prej mbrëmshit në ora kaq ka fillue. Flisnit me parulla thjesht. Po, duke me fjalë. Me frikë se mos po përgjohni. Po, sigur i përgjoshin. Edhe thash po mirë në rregull, tha e ka edhe filmin e po mirë atë me se e ka filmin, thash edhe guri prezantohet aty, bjerë thash filmin ta shofët e ku e ka gurin. Që me thonë po vjen ai aty në orator edhe të dalën te klinika, thash cili ishte vllau i atij pacienti, thash që ka gurin. Edhe u lajmëruaj me rentgen. Ta që unë jem ta profesor, hajde thash marrë ta këshyri thash ku ka gurin. E mora rentgenin edhe në shoh projektilin në regionin iliakal ishte, mirë për nuk mjaftonte ajo. Tash ku ki pacientin, ta pacientin e kemi shtëri, thotë gjimnazi atje në një mahall, me një rrugë. Thash atë çka prej aty thash Hekmani, thash për aty. Po, thash se për cjellin edhe më njofin mua ato njerëz me ardhur në të shtëpia të më njofin, aty çka po vjen këtu është i dyshim. Thash po çoni ka Arbana atje thash atje, edhe kur vjen atje thash vi unë
me vizitua, dhe kam një vetur, thashtë Lada, ka qenë një e gjelbër, thash kur ti dil për jashtë atë rruga, kur ta shef veturën e gjelbër, thash aty jam, unë çoj dorën që të me hy. Atë mas një orë, 2 orë, të këshin transferua atje dhe shkoj, unë e marrë bashortën tim, e marrë instrumentet, e marrë ato kret, me infuzion, me gjana, me serum, me çka duhet, me antibiotike, me këtë, përgatitëm dhe me vetur shkoj të poshtë. Edhe në qofë zonë, shka kemi bota, atë duhet njeri u me sakrifiku, pacienti është në pytje. Edhe me bashortën, edhe shkojmë në të, edhe kur e paj veturën, aty në qoj dorën, e kishë hapë derën, edhe hynë në mëranda unë aty, i mbyllit dyrta aty, edhe më në shkova e shqeqova pacientin. Ta shqeqov plaga hyrë se ku është. Kur e shofë se plaga ishte nanën e majtë, e projektili ishte në pjesën e djathë, në pjesën iliakale, qëfar rrugë ka po fati njeriut nuk didhët se si ka mujtaj me shpëtue, pa lëndue zorën, pa lëndue ureterin, pa lëndue fshizën, pa lëndue ven iliakën, ose kavën, ose diçka, pa lëndue, din edhe kam bete. E që i qojë në atje kretër, e barku së parit, shofë se si o situata, ku e shofë barku mirë, letë, kur gjo nuk ka shenjat të peritonitit, nuk ka gjendja mirë, në regull edhe ati jamati tensionin, gjitha parametrat këtë në regull, projektili në aty për qëndronë, pa kur gjë tjetër, sigurova, infuzione, ja thash serumin, ja thash ato, ja thash këte, qka duhet edhe këtë, e mbulova. Edhe i thash ati shka, unë thash po shkoj, nesër vi, pra për sëri vetu në vi me vizitua. Se thash e di venin. Po e di venin, unë vetë vi me vizitua. Po në qovë se na komplikohet, diçka shofë që nuk është në regull, ti bashkë me mu edhe me pacientin duhet me mbërthyje ka Shqipëria atje duhet kalojmë për me shku, për me operu, se tek unë nuk mundëm, se janë në mbikëqyrje jamëre. Po, në survejim, non-stop. Në mbikëqyrje jamëre. Kështu që një dite, 2 dite, 3 dite, të kaloj gjendja mirë për në regull, ta dikur tha profesor, ta a mundë me shku në Zvicër, tha për me hekat për e kur, tash ku të dush, tash mundësh me shku. Tash jena mirë. Tash jemi mirë, s'ka kur fa problemi. E pas taj për Zvicës për ka lemërua, dhe në mas të është operua, tje kanë tje gurin, edhe kemi qenë edhe në kontakt me te, mas taj ka thirë, që është ka qenë situatë. Profesor, dhe një dit u këthyëm triumfalisht në fakultetin e mjekësisë. Aty ku ke qenë më herët, aty ku të kam betë ëndra gjysë, dhe vazhdove me eduku brezat e ri, studentat deri në pension, ta s'na u kanë bo shumë që kemi dalë në pension, ja 20 vjetë, po? 20 vjetë. Po s'ke dalë në pension? Po, në pension kam dalë. Ja, ti vetë s'ke dalë në pension. Letrat kanë qitë. Po, më kanë qitë. Shefe, është e të mërshme kjo, se që kanë gjapo, është temë tepër endishme, është që më stë hymë aty në lugave. A shkojmë me pak marketing, po këthejhemi se kemi 54 libra. Kemi me folë për to. Etim tutje me marketing dhe këthejhemi pak. Jemi në ty me një rrëfim fantastik të profesor doktor Gjemil Bytyqit. Profesorit tim, profesorit tuaj. Njeriu që absolutisht një jetë të tërë ja ka kushtu betimit të Hipokratit, shëndetësisë, shëndetit të shqiptarve, shëndetit tonë, shëndetit, po jo vetëm shëndetit, edhe shkencës, edhe dijes, që na ka vënë profesor. Si gjithë profesor tjerë në fakultet mjekësisë, për zotin profesor na keni mësu mirë. Dhe ju falenderoj në tokën qiell, në emrin tim edhe në emrin e të tjerëve, që na keni dhënë rrugën e drejtë, na keni dhënë dijen në maksimum të kohës që ka qenë. Profesor, gjatë krejt kësaj periudhe keni shkru. Ke shkru poezi, a ke shkru edhe tregime? Ke shkru edhe drama? Po. E tash,
Disa kthehemi tash në letërsi. Deri më tani janë botuar 55 libra. 55 libra. Pa një dorë profesor. Në shkrimi kam filluar të merrem qysh për vitit 1958 e tej. Dramën e parë që e kam shkruar, Martesa. Kjo dramë e shkrume është me 1960-1961. 5 aktëshe. Po, Dramë 5 aktëshe. po. E botuar, domethënë mas 50 viteve. Mas 50 vite. Viteve. E kishe rujt. E kam rujt atër, po. E kam rujt. Originalin në fletora, atër si e kam shkruar. Kur e botove, e përmirësove pak? Jo, po, atër ka qenë shkrume në gjuhën gegnishte, atër që kishim në gjuhën, pastaj e kam në gjuhën letrare. Në gjuhën letrare, o dash atër, sepse tash është gjuhë letrare, prandaj gjitha vepra duhet të jenë në gjuhë letrare. Përveç kësaj drame, kam filluar që kjo është fletoria që o të regova unë e përpara, kjo është fletoria që është në fillim, kur kam fillu të shkruaj poezi. Nga më të vjetrat në Kosovë duhet jetë. Po, atyre që aty. Edhe kjo përmbledhje, dhe më thënë me poezia para është vjershtori i ri. Vjershtori i ri, po. Mos të humbim kohë. Vdish naimi, moje mjera Shqipëri. Vjershtori si ai. Vjershtori i ri. Sa e bukur profesor. Për këtyne librave, shumica janë poezi, janë 15 drama. Po? 15 drama dhe me poezi të cilat merrem unë veçanërisht merrem me poezi haiku të zhanrit japonez. Edhe aty kam 16 libra, 16 përmbledhje të poezive haiku. Haiku të zhanrit japonez. Japonez, po. Haiku Tanka dhe Gogioshi. Vezullima të blerta. 1100 haiku. Po, 1100 haiku është. 1100 fal. 1100 haiku. 1100 net më kujtu dhe 1100 haiku. Haiku është, po. Ajaxi Dardan. Ajaxi Dardan është një dram jashtëzakonisht e bukur, e mirë është, flitet për një ushtar të UÇK-s, i cili ka qenë luftar i vërtet, por i drejt, i pa korruptuar, i cili ka mbet në fatin e askujt në fshat aty, derisa ka vendos të bëj vetvrasje edhe e vjerë veten. Amsi toke, përmbledhje me 707 poezi haiku. Haiku, po. Amsi toke, titulli të regon, se amsi, kuptimi i fjales për opinionin, të spjegoj që do më thonë amsi toke. Amsi është ndjenja edhe aftësia e nënës ndaj foshnjës, ndaj fëmiju të ti. Reflektoj profesioni pa tjetër edhe të kjo. Prandaj edhe titulli i kësaj libre quhet Amsi toke, se në një kuptim toka është si një am e gjithë njerëzimit, ku jemi krijuar ne, ku jetojmë ne, ku prodhojmë ne, ku çdo gjë varet prej natyrës, prej tokës, prej atë. Këtë kuptim e ka. Të përgjithshëm, kjo amësia. Amësi toke u zgjua, natyrë e kohë, i përbashkoj, breznive trashëgim t'u le. Një tjetër, fli zemër fli, mbi supin tim fli, prit se do të rinjallesh. Një tjetër, la kuriqësin e botës, syri i qilit e pa, bota u trazua.
shpirti i shpirtit tim, në pasqyr u pasqyrua, dashuria i ishte në zgjim. Profesor, edhe po vazhdon të shkruash. Po, se ma ende, the që po vazhdon. Du t'i theksoj edhe të këto, edhe këto 2 libra, kjo është e para, Kopshti i dashurisë, vëllimi i parë me poezi dashurie, i cili përmban ky libër 101 poezi dashurie. Dashurie. Vetëm dashuri. Ku kulmun këto më shumë Beograd kur ishte student? Ja, këtu. Ajo, se po du me të ngacmu ku lindi dashuria pastaj. Ja, dashuri të tjera. Të tjera? Po, pastaj, libri tjetër me poezi dashurie është Shpalosje dashurie. Shpalosje dashurie. Dashurie. Po ashtu me 101 poezi dashurie. Që kështu kur t'i lexon njeriu, çdo njeri e gjen vetveten. Aty. Apo. Kemi një trilogji interesante, Valët e jetës. Po, ky libër është tepër edhe voluminoz, po është edhe me përmbajtje të jashtëzakonshme. Bëhet fjalë për një trilogji, 3 drama të veçanta. Po është një vepër, nuk kam dashur me shkurtu këtë, se të ndjerin Fadil Krajen, një dramaturg i njohur në dramaturgu i madh shqiptar në Shkodër, e kam konsultuar. Ta mos e shkurto, se drama i ndërpren ato gjërat. Po, do më thënë shkurtohet ajo kur gjatë askush kupton se çka është puna e edhe asaj trilogjie. Thot po, le të jetë si libër i tërë, regjisorit lenja, regjisori le të merret me atë, le ta krijon ashtu dramën si don vet. Profesor, janë shumë 55 libra, është një karrierë, një punë, janë 8 dekada e gjys jetë, që po e shpalosim bashkë këtu. Unë kur ju anonqova, ju prezentova një piramid. Unë juve profesorve tanë, e posaçërisht ju quj një bjeshk më vete, me shumë përbajtje brenda. Po, do në më thanë edhe diçka edhe për këtë libër. Që ky libër është në Kinë është botuar. A në Kinë? Kinezisht është. I cili ka has në një prezentim shumë të mira, të mira. Po, sa mirë, profesor. Edhe shumë gazeta, edhe shumë revista letërare të Kinës. E kanë cituar këto, janë, domethënë, drejt për drejti, kinezisht është e shkruar. Profesor, në një emision nuk është të thonë për të thonë dhe për të dhënë të tërën. Kemi shumë. Ku e njoftë zonjën? Zonjën tënde, ku e njoftë? Zonjën time... Se shumë poezi dashurie. Po, shipe, libri i parë faktikisht është dedikuar për te. Kopshti i dashurisë. Në thonë, nuk e di këtë cili autor ka mujtë me a shkruaj 101 poezi dashurie. Të dashur. Njeriu të zemrës, të dashur. Ku e njohe? Me bashortën jem njohur në Prishtinë. Kur ardha në Prizrenit në Prishtinë, atëre në rast, si u njohum, ajo është nga Tivari. Edhe baba i tyre, Ahmet Divanović, ka qenë, i cili ka qenë edhe në antar i ballit kombëtar, por i heshtur. Po, me të ndjerin Sokol Dobroshin, kanë qenë shok në ngushtë me atë. Edhe gjithmonë kemi pas atin, edhe tash që ai vendos që vajzat mos shkojnë në Malzi në Beograd tjetër, sepse humbin. Po le të vinë në Prishtinë. Po në Prishtinë, në vend ku duhet të shkollohen. Rasti, u takova me te,
Edhe tash U dashuruat. da dashurohem, edhe 101 poezi. po, koha ka kalua, sa ka kalua. Ka qenë ajo shtylla kryesore e cila më ka mbështetur, më ka mbajtur, apo ajo gjithmonë ka punu, edhe ma energjike ka qenë se sa unë që kam qenë. Edhe I ka dhënë kuptim jetës tënde, dojnë mi a dhënë I duar trokitje dhe Ja, sidomos jo, kur ka nuk qenë jetoj me I bëjnë homazh. Sigurisht. Prandaj edhe ka merituar me 100 poezi. Sigurisht. Profesor I nderuam, të falenderoj nga zemra që na erdhe sonte. Na ke thënë gjëra shumë të bukura. Ka shumë. Në një emision është shumë e vështirë për ta thënë këtë. Është tepër e gjanë, E gjanë, e kështu gjanë që edhe kur s'mundesh me krye me ato përfundu. me Po ne do përfundu. bëjmë edhe emisione tjera, profesor. Do na vish prapë. Po kryesisht ato që kanë qenë ma kryesore I kemi thënë. Unë të falenderoj nga zemra, ka qenë kënaqësi që të kisha mësafir. Shumë faleminderit nga tjeta çdo të mirë, edhe një herë ju falenderoj juve, ekipin e 20 mishit, edhe teleshikuesit që na kanë ndihmuar. Na kanë ndihmuar bukura. Ato që absolutisht na I keni thënë e na I keni dhënë. Shumë Faleminderit shumë. Më ka hinu. Ja! Nes një abu si Miria me shkullën të qenë në hore zekulli. Në është ta ma kip, mas gjenon të Sa qysh. në veç, valla. Miria I Po, valla, mirë. shko shtirë, po shkosove gjenë. Viki. Mirë, Oj, mirë, Miria I mirë. miri. Fëshkosu, ta vësh fëshkosu për rente. Po. Oj, Mirie, ma e mirë se krejte. Kyna I mi, që ti mure mente. Nuk mi mor perenia. Usja amore, jamor pra kashtica. Se ndikoj ajri, ma shumë se mi trëvica. Bob, jo njoftu me një thamën. Në fund, një mrabat. Një mra me krinda ku. Apo, a? 2 sene mi ka thonë ta kem parë. Qa? Ose do t'jem gruja jote, Ose? ose do t'jem arsyeja që gruja jote ta njete ka me ta kontrolu telefonin. Bob, me këtë gjest që ka një zemë. Njoni gjest nuk më ka pëlqy. Cili është? A mujna tha me hangën një dark me familje. Sveckis. Thashaj se po dal, dola me meqt. Me pa, bab, sa të edukum, sa të ngritur, folqin me gramatik. Këta të metë s'mu do këshin kur gjë. I kishe njoftë ma ti qa po të vynë? Kur ja kanë fillu dhëndër, urime, dhëndër, me qëfar merresh? O, Bob, goja mjallë që të ke meqve. Qa mi thonë, a Bob? Vesh më ka kujtu njerë. Jam investitor me rrezikshmëri të lartë. Ajo vjera e shkona si lapa. Qëfar konkretisht? Soni thësh, a Bob në Evropa, Bob, këna lujtë shumë. Skori Evropa, në transkurse që drita të vëzdoje, jam investitor roja. Kështu me ndërtime, thash po me ndërtime. Me sa tu? U krydaka, si që ka I shpe, I blej 2 litra në gjyrë të kaltërt. Typi nalë se na shpine kena pa kulm. Veç I zëlimin e kena. Te luj Bob në gjyrë të kaltërt I zëlimin krejt. Krak, kur u dal nona jashtë, o, ku djali jem, pse I zëlimin e kaltërt më du kështë. Oj non, thash I kam kushëret në Evropë. Kur ti në Google Maps, thujnë kusha pas ka pishinë në nalë. I hanë boki, që të të gjumi nuk e nëzëm bo. Se që të Google Maps si pishinë në nalë, që pas ka privat. Se për një me shumë kom bo për kushëreve që se unë shumë më kanë dalë pi hujit. A pse ashtu, qa ka do? O, Bob, I kum pru në Prishtin. Edhe? I kum morë pi katunit, I kum pru në Prishtin. Po? Kum qyrë mi integru. Po katunin s'po mu I mi anëzirë pi lukët. E ja probleme. A dhe mire me të takshtë. Ta është gëni kush një natë I tira në darkë. Shtrinë, okej të në qëtu, hollën.
Thash kushëre, e dini që ju jeni gjenerata e fundit e njerëzve të kësek në familjen tënë që unë ju dëroj hotri bobës. Nuk e keni të mërqëm. Kësnimi malë? E cili një një dërë me kalzu tatun. Se ka orën Prishtin ka bu tatu. Thash kush më ngop linë nuk bë tatuja. Qashtu është bob. Kër e ka qelë kënina e kish boj lahutën e malësis. O, veç më ka kujtu vici njëherë. Vici? Që ki kushërini e me ka pos një veç. Kër e kon vici vogël, kjo e ka rejtë më boj mi boj një 2 vjetë që e rujke mësë mi hangër qend. E kër e shiti vicin, e mërë parët, tani hangër qeni parët. Qështë hangër qeni parët? Po ka shtu në bastore, e ka shti qeni me në zovenin e parët. Qaj qeni nënë një hangër parët. Po ta, gëj, bob. Që kjo ku ka i qeni me nonën? Që e ka pos nonën me veti. Që kjo e ka pos nonën me veti. Bob nga që e femna që këm dole atë natë në dorkë me misht, më thirin telefon. A pet më ma thy shpirtin me më prek në emocion. Se dike, Bob, që atë nerve në emocionit e kënë këput më të jone, Bob. A kem ri mirë shpe? Thash kom ri. Vesh do shta me dit, edhe jom të pyt vetën, ku ke jetu ti dhe i tash, që së të këm taku ma për para. Bob, në modest. Thash shkëna për Evropën, shirë në Kosovë, Prishtinë. Thash ngëm ti që kam një të shumë familje mireshe, por nuk je për mu. Po jo, Bob, e që këshyrë me njemet njëftu me prende e s'dvin sana, Bob. Po jo, Bob, mu më dët një asit që ta qëre djoli mirë, unë e po t'du. Ti dil ka dush. Ku ti krysh ke dil. Ja s'ma lëpshë shumë ti. Po ka dalë, nëse ti këthejsh të une di që po ma din vlerën. Qa ja da shtë. Nuk e din se qka ardh frika, nan sahat luft me thika, hej more hej. Ka qani ku tira pika, nuk e din se qka ardh frika, nan sahat luft me thika, hej more hej. Qasht kjo kris mizore, frigen po mashtin, mbas do gure shkrepi, nish qipar po bi, gryk se ka qani
Dergut pasha mor dërkuc, ka qanikun mos e nguc, mos e nguc e len rehat, me rushtërin e kthe unë prap, pas more zagar. Dergut pasha mor dërkuc, ka qanikun mos e nguc, mos e nguc e len rehat, me rushtërin e kthehu prap, pas more zagar. Hey! O, lunë të në, du më të nëmë pasha zute. Po, na vje kalemi me sajti. A jesi, se kom hongër kep. Që shini se kom hongër kep, s'pja vit në ngatë. Anë, mirë. O, du më të në uëna e më pasha një Allah. Pe kepve? Jo, Po, mëre. për i kujna? Po, a pëdi më ka zute me shkollë si e mëre burë. Po? Bëllë budol jam për dësene pi vrej mëre. Pasha zute, Ti e Po, që pi të vrej. mëre këtë popull jemi priru, mi votu vish budolt. Jo, pse? Qysh mëre pse? Ha? Po këshore më kusha bo minister, për që ta jela këto. A me të shiko, a me të. Po, një Allah. Këshore ka ne keni votu, këshore farajvoni. Qërë me stil të kuvish? Këshore, me shti. Këshore ona. O, zëtë mëre, a i thunë po. A peshe kitë popull s'ka të jek. Këshore ona e mu. Këshore këta ministrat duke në mirë, kështu po. Këtu janë krejtë thotë, këshore shka më. Këshore ba të mirë. Je mërë A, zëtë e po, ro. që ka shti atë? Këshore, po me ditë për nejmë. Këshore në po, një Allah. A, ja moj qa drejta shka? Ba që të rripak, ma dritë shumë mirë. Këshore be sa mirë duket. Allah i lavesh për mes pomjes për vëtujna. Këshore. Qilë maqina. Po pëshile mërë Allahit për ofë. O minister. Pëshile se ora për një. Ngre për pita, din. E ka harru njeri? Ja kom rrugë jam të menu për po, po këtu rodhëm djelë në. Të menu. Edhe 4 vjetë, po s'ka më poha nena për një bjatë të këmboj. Po unë që në shtot, deri në ora 12 menu për po. Den 12. Po të notës. Notës. Po. Jo, la këta në e ta, politikaj pitet vetë den 4, menuin vish për barkë. Po. Rëpe për pjetë. Po. Me hangar me pjetë, sane, qofe për pjetë si investojnë heq. Ja. Ja, ne bësh e kopa për Ti kote së në dhe disa gjumë, dolin kanë dhejtë, ta ne menuin vish për shfalerka. Cilin hotel me shku, cilin përmershën edhe vila. Me në herë ka njës këpu. A pishe a? O, na e mu, pa ju më rritë mërë me tonë. Morat bre me të shëri pek shkin bon. Po qa me bo? Shura kusha bo minister Po tash. për paru? Unë premtoj ke? Ka hec? A, di që më ke premtu? Po, shkam ke thonë asfaltin tash trej? Asfalt dhe të dera. Qërë besa mirë pa full, din më ndritë poshtë një zëtë. Kesh pak? Ke. O, dhe të mira ka gjitë dhamë, o, na e mu. Ja. Jo. O, pa, a di në dhamë që konkrete ka post fell, i thëshin shaj dhamë si, që shte hangë që e misin mirë, dhe me shtot, e vjelke, të nona. A petë se pas ka thy rekordin, 10.000. Noltit, 10 poshtit, 20.000. Ja, pas ka thy. Ta si kom rregullu, veç këta nartë, veç puna qeri pubë, thujnë që po vjedhë. A din matematikën dhe, po në helë shumë për e pasha zëutën, a di ta bene shëmzimit? Ju se di, se me ditë, thujnë na mytë të na vjedhë. Kaka. Mos me ditë ku ka budol, unë jam gjerdop me popull. A din me në gjë, qenë para poplë që të pini zëqit, dhe nish të prapës ne. Jo nuk di. Që? Që shka pritet për ti Për për të ne? poshtë, për natë këj po vakja. A për goj, kështu miro, kur të vjen vokti me vëtu këta folin, Po, a? me qitë goj ka përmtu ka më ta bo asfalt kret. Këta shtrej, unë ka përmtu edhe WC publike, ka tho ka me bon. Tha me së të i bon shë WC publike, pa hajde ha kryo nevoje që tu. Ja të pritë nëse bashkë me na imi ka me thonë. Këta se kanë gole najnë. Ja, ty të rënë së dush. Po, a? Si t'ja që që votën knej, hen knej, që lubira i ka. Knej, hen, knej, del, se ka gole. Veç, isholla, nuk e që knej, mos e s'ko ka me dojë kërë. Edhe një sen për thamë, kiku gjesë, puno për popull, më srejnë. Natë e ditë. Knej e ke haru qelë, mirësht. Po Vish këtu- me po me haru knej për mas, me shku ka gjakova atje të adreshi. Atje nuk gjej më shku, as vetë. A mo që dhe për poshtë, e kom harru se kom morat asistenten, se a jam regachëm. Ajo kujdese! Të sanë, Ja, që ti ko me sekretaresh me kesh. Kam ke premtu?
Ju kom premtu, edhe që ato kam i premtu gjitha, deri në mandati tjetër. Po. Specat, kena mi omil, në sere. Specat qika që keni mi morë. Jo, më qika që në mësu për qika që mo. Kumpirat, kena mi omil, Po. edhe ato, sa të muni me hongër. E që ke fjallat të specat, edhe kena mi avadit me shlaf. Qëre, pi partive tjetër, den qika që këna hongër me na imi specat. E tako. Tash, ditë me sëp një brëllë, se për dhe që të jena mësuna, djekë se pa djekë, se përbim po për një qysh. Veç dhe që ka, rano, si shola e bot. Jo del bol dhe që të se me edhe këne u teper. Miro, na e veç erda me të kalzu modelin, se qëfar bodal për vëtoj më rëbor. Ja. Qërë, shumë mirë. Mu do këtë mirë. Stilin, Këto premtimet, krejt. Që këto ka arru, po shkujmë. Veç erda me të kalzu që dost jem abo minister. Apo, e po shkepja hoj dark dikun. Apo, Që kja dark, jetë Ata qetse? Jetë to e qetse, se po molimit me s'po vijma për të zjedhje. A për po në zirë. Se deshta me thode dishka. Po. Ato, tash, po majme që kena me shku në zjedhje, tash ato që kena dhonë ka 100 euro, tash edhe ka 100 kena me aushtu. 200. Ta kena me auritohet e nëzjune, ti kanë mund 150, ta kena me 100 nga 200. Edhe në deti kam ju qu, ku po donë me të qu? Në Antali, apo do në Dors, apo do në Vlorë, apo do në Ulqin, zgjellë në ku po doni? E veç votën me në avoneve. Veç mes me harru. Jo. Vecen publike e ke premtu. Ato gjithsesi. Pasha zotin nuk e banë që kë kamjaronin, ke më arë me të cakot të dera. Ka s'ka nevoj se bojnë politika to. Të po gjitha kanë botë, e kanë bo grunë. Ajo në forë që duhet. Programu. Na ima të përshëndeshëm. Që do më arë me hangër darkë, si ta krysh, hajde. Ti pe di ku arë me atë. Atje. Se mos në zonë të. A dëshimin a em, Vaj premtimet. kësmet, ato veç votën në japni. Sigur të keni. Hajde, edhe e manë vëllohi, po ku me mojtë kotra e tjetës. Sigur të keni. Sa të gjone që seja, sigur të keni. E motën me budallak, sa ma shumë budallak, ma shumë ma do të manë. Jemi rikëja në spektaklin tua, jemi këtu në sheshin e fjallës e mire, këngës të bukur, ku promovohen gjërat të bukura. Do të vinë në vazhdim absolutisht një zëj dëshmuar për vitet të tëra, për të promovuar këngën e ti. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, Cani e Temi. Cani, mirë se erdhe. Faleminderit dhe Po si je heburi dheut? Mirë shqyqërzat. Mirë. Tash vera, mbrëmje. Tash vera, po. Ahengje, dasma, mbrëmje. Kismet zot. Si janë mirë? Mirë, mesatar. Nuk është as për të ankuar, as për të lavdruar, mesatar veç knaqërimi shqyqërzat. Me bereqet si thot populli. E fiks. E për zotin Cani, ata që edhe i qasëm në jetës edhe punës edhe me pozitivitet si puna juaj, edhe gjithmonë mirë e kanë. Shumë. Mirë me Zotin, mirë me njerin. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Faleminderit shumë. Sonte, në realitet, këtu jemi bashkë në këto ditvere për të promovuar një këngë tuaj në të re. Po. Që është? Është me titull Ska me ty. Ska me ty. Po që i kushtohet një vajze që me një gisht e ka ngrita i quni edhe me krit dore nuk mundet me ullë. Problem pastaj, po. Interesant do një herë, more Cani. Edhe nuk është që së është diskutu kjo gjë? është diskutu, edhe do të diskutuat gjithmonë. Në tregime, në romane, qëllimi ka qenë me i kallëzuqin, nëse të kemi qumë me një gisht. Rinalt atje, mos bjerë më botë cop-cop, se pastaj në... Kush ka shku tekstin në realitet? Tekstin edhe komponimin e ka bo Nesko, do quna trien, po shumë të talentuar. Aranzmani gjithashtu e ka bo dhe mix mastering e ka bo Lërit Mjeku dhe Nesko. E kështu që është dalë një këngë besoj që e lezeqme, verore, erdha ta promoj tek ju, edhe shpresoj këtë ditë që ta bëjmë edhe videoklipin. Edhe videoklip më shpejt. Është popullore, ritmike? Është ritmike, po. Ritmike. Po, ritmike është. Bukur shumë. Je i kënaqur me punën që e keni realizu, me Neskon edhe me... Po, Lorikon. Lorikon? Po, jam shumë i kënaqur. Sa e djem të ri të talentuar, a? Jam shumë të talentuar, po. Që i do të rokasem edhe njerë shumë. Faleminderit Po, Surajon, që do të kenë në punën e tyre të talentuar.
Shumë faleminderit. Po, bukur shumë. E kishit diskutu bashkë si do ta bëni, si e bëjmë? Jo përbes, vetëm e kanë pas kështu kanë shumë kënga ato të gatshme, po njëra prej tyre kanë kuptu që më flen mua, edhe më bënë në ftesë, thanë, kjo këngë është fiks për ty. Ke bashkëpunuar më herët fiks për ty, edhe shkova e pranovat ofertë edhe e bëra këngën. Jo, kjo është hera e parë, domethënë që kam punu me atë çunët, po shpresoj që nuk do të jetë e fundit. Do të punoj në vazhdimsi me to, besoj. Por derisa je i kënaqur, nuk do të jetë e fundit. Shumë e vërtetë. Sigurisht je i realizuar në përgjithësi me këtë. Patjetër që do të bashkëpunoj edhe me tjerë, po edhe me këto gjithsesi. Gjithsesi. Mirë Cani, je i njohur që këndon qën nga Konispoli e deri në Bajgor për shqiptarët kështu. Me kanë kombinosh më shumë, flas me orkestrin, me... Po, në për dasma dhe hinë që kuptohet më shumë me orkestër komplete, po, më mirinore kështu vetëm organo dhe saksafon klarinet. Edhe bëll. Edhe mjafton, se është më mirinore, është klab, është diskotek, është aheng. Po, bukur shumë. Na thua edhe një herë kënga quhej? S'ka me ty. S'ka me atë. S'ka me atë. Na zakonisht i kënojmë emocionet të tjerëve. Normal. Shpesh na pyesin, a është kjo emocion i yti? Po i në përtar kemi kalu në i herë, po jo gjithë herë. Jo gjithë herë, shumë e vërtet, po. Po bukur shumë. Kemi me talon s'kenën? Faleminderit shumë. Për zërin tuaj të bukur, edhe për punën tuaj të suksesshme, edhe me një dëshirë tonën të gjithëve, që besoj edhe të gjithë adhuruesve tu, është kjo dëshirë e tillë që të themi rrugtim të mbar, e pozitiv, e të suksesshëm dhe mos u dal asnjëherë. Shumë faleminderit për këto fjalë të ëmbla dhe motivuese. Skena për ty. Faleminderit shumë. Këtë skenën kemi me talon. Faleminderit shumë. Me shumë duar trokitje. Sani e temi. Faleminderit shumë. Realisht, sonte ishte kjo e tëra, sigurisht për parë javën tjetër, me këtë diçka ndryshe. Plani mirë, ndroni bukur e zgjohuni në pasë. Natën e mirë, miru pasë në javës tjetër.